Mi mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin I Pavarur. Një emision që merr kuptim pikërisht nga fakti që ne ndodhemi në zyrën e kryeministit të Shqipërisë. Është dizenjuar me dorën e tij, këto pikturçkat e vogla. Po t'i hapësh kështu, janë të mëdha, shumë të bukura. Janë vepra arti të një piktori, një artisti I cili kështu ka bërë Shqipërinë. Domethënë me larmi, me lloj-lloj ngjyrash. Është një mision të cilin unë e bëj prej vitesh, nga viti 2005, jo, 20, 20 më thot regjia, me Cristiano Xhanarin. Edhe sot, Cristiano, si që shikoni, nuk është se nuk luan planin në botë. Erdhi! Në fakt ka ardhur Anxhi. Anxhi, kolege ime e shtrenjtë, e cila në momentet më të vështira të jetës së këtij emisioni paraqitet dhe pam. Sikur ta ndroj planin prap. Nuk e ndroj. E shef, nuk është. Anxhi! Ja. Anxhi, çdo të na thuash si argument fillestar për të na nxitur debatin, për të folur me publikun ton të dashur, për t'i treguar për realitetin ton. Anxhi, urdhoni. Rama, qeverisja dhe transformimi digital I Shqipërisë, pjesë e dialogut global mbi të ardhmen. Atëherë, neve jemi përgjithsisht jemi përqendruar tek satira. Tek satira se ky është një realitet që faktikisht po nuk u pa me satirë dhe me humor të vret. Po shumë të vret. Në rastin konkret nuk më vjen satirë për të sqaruar këtë historinë, sepse kanë qenë ca ditë të vështira dhe kanë qenë ca prononcime shumë të hidhura. Qeverisja dhe transformimi digital I Shqipërisë. Shqipëria, mendoj jush, nuk ka brek në byth. Dhe në këto kushte, imagjinoni një zotëri I cili nuk I ka këto pajisje në prapanisën e tij, po ka një celular të tipit të fundit. Do thoni ju, çlidhe ka truri me organet e tjera. Në fakt ka një lloj koherence se një tru I mirë e mirëmban të gjithë organizmet deri tek çorapet. Njëri që nuk arrin deri tek byça, do thotë që ka mangësi të mëdha. Dhe Shqipëria faktikisht as si trup nuk është më ai që ka qenë. Është zbrazur, mungojnë gjymtyr, mungojnë qytete të tëra, mungojnë fshatra, mungojnë degët e ekonomisë. Është zbrazur vendi. Ndërkohë që neve jemi transformimi digital I Shqipërisë. Po mirë, e mbaroi ky Rama transformimin njerëzor? Shikoni se kjo pjesa e transformimit njerëzor. Imagjinoni një garë 400 metra dhe trajneri vendos që I dyti në garë të dali një xhaxho 80 vjeç. Dhe e merr zvarr këtë xhaxhon, e kap këtu për jake, edhe vrapon për ta çuar deri në finish. Kjo është Shqipëria. Ky xhaxho 80 vjeç apo një foshnjë 1 vjeç, të cilin ti po e merr zvarr në një garë gjigantësh që është Bashkimi Evropian. Dhe Edi Rama, pjesë e dialogut global mbi të ardhmen. Tani ç'është kjo pjesa e dialogut global? Anxhi mund më ndrosh se kemi element sa duash për të folur. Rama, aeroporti I Rinasit I pari në Europë me port digjitale të hyrjes. Pra, nuk do të ketë nevojë për policë, për doganier, për ata që marrin gishtat. Jo, ti do hysh trak deri surrati jot diku në një aparat dhe ke gjithë informacionet përkatëse. Një gjë e rrallë, e çuditshme. Faktikisht nuk ka asnjë gjë të rrallë. Faktikisht. Shqipëria normalisht do ketë siç në çdo ndërmarrje xhanëm, kur hyn punonjësit hyn me gisht, ose hyn duke treguar fytyrën ose duke treguar bexhin, këtu do të jetë fytyra dhe kalon. Mos kujtoni se do hiqen policët, matan janë. Nëse si pëlqen surrati jot, ti do të marrë të gjithë dokumentet, po si fillim të kalosh te kjo porta hyrëse digjitale. Më kalon edhe një tjetër sepse më pëlqen shumë ky argumenti. Rama identiteti digital gati nga viti 2026. Edhe BE po ecën në këtë drejtim. Pra, ne jemi para BE-s. Kjo është ideja. Sikur të kishim ecur neve para BE-s në ekonomi. Dhe pak më mbrapa këtu, unë mendoj që s'do kishte qenë një humbje e madhe me identitetin ton digital. E isha tek ajo pjesa e garës ku tërheqin zvarr atë 80 vjeçarin për ta futur në Europë. Një trup I drobitur, pa ekonomi, pa kaloritë e nevojshme, pa energjitë e nevojshme, që vrapon, me ekonomi të rënuar, me çmime që rriten, vrapon ky trup I shkret, sepse
ky burri këtu ka një agjendë. Tani, cila është agjenda? Ma nxirën çik të lutem. Momenti viral kur Rama u tall në thonjza me Trump kryeministri ishte shaka me smiq. Demokratët e SBA e përdorën për sulmuar presidentin. Rastin konkret, unë do ta quaj pak pa burrori. Ndjes zoti kryeministri flas si fenomen se domethënë përdorën demokratët, aleatët e zotit Rama në Amerikë, demokratët. Zoti Rama në vitin 2016 ka thënë nëse Donald Trump fiton zgjedhjet do të jetë një katastrofë për botën. Dhe tha me krenari atëherë. Tani bëri një shaka, ku e bëri? Do të kishte qenë vërtet një lapsus. Se e pash diku që thoshte lapsus. Do ishte një lapsus, qofse duke marrë biskota dhe çaj në recepcionin e hotelit, ku është quar në mëngjes mafmur me sklepat e ndenë në përsy, dhe e thot, në fakt jo. Ishte mes kamerave kryeministri i Francës, presidenti i Francës Macron dhe kryeministri i Shqipërisë që lejon vetes të bëjë një humor duke u tallur haptas me lapsusin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Më nxirën çik dhe tjetrën. Rama, Trump po formëson epokën e re. Pra, nga rrezik për botën, Trump po formëson epokën e re. Dhe më kujtohet koncert vitin 36 kur i thotë ai, "Jeca pushti morfotashta." Po pushtëllëku nuk prishka punë. Jeca pushti e të vinë. Se ky Donald Trumpi nga rrezik për botën po formëson epokën e re. Ndërkohë që kjo epokë e re, dhe tani dua që më dëgjoni me maksimumin e përqendrimit për të kuptuar një gjë që është thelbësore në atë që po ndodh në Shqipëri. Ku jemi arrestuar ne? Ne jemi arrestuar jo ne. Ky këtu është arrestuar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me ardhin e Donald Trump ka filluar në Amerikë një agjendë konservatore. Çdo thot konservatore? Një agjendë e cila është pro njeriut kundër satanizmit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si në pjesë të madhe të Perëndimit, kishte nisur një agjendë satanike. Ju kujtoj djalin e Elon Musk, të cilin e kishin marrë psikologët e shkollës dhe kishin kthyer në femër, dhe miliarderi, një nga njerëzit më të pasur të globit, të gjitha kohërave, nuk mund të shpëtojë djalin e vet. Donald Trump, Donald Trump e ndaloi këtë agjendë. Ndaloi dhe kishte një program, jo më burra thoshte sportet e grave. Pra, agjendës woke, agjendës anti-njeri. I vuri fre. Po ku do shkonte? Një pjesë vazhdon vegjeton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ky front është postuar në Europë. Dhe pjesë e agjendës anti-njeri janë edhe ato lajmet që ju thash përpara, Digitalia, pjellat e diellës e kështu me radhë. Në qoftë se keni ndjekur fushatën e Edi Ramës, ka një sinqeritet në atë që thotë që mund të futemi në Bashkimin Evropian se është një korridor gjeopolitik. Cili është? Është kjo agjendë anti-amerikane e një lobi politik në Europë, në Bashkimin Evropian, që vazhdon agjendat anti-njeri. Agjendat gender, siç e patë që po përgatitet dhe vazhdon presioni për ligjin e gjinive. Pra që ne këtu të jemi si na do qefi të deklarojmë. Vetëm burr për shpunën po deklarojmë, pastaj pjesën tjetër është shumë mirë. Dhe këto agjenda, të cilat i ka në program mazhoranca e Edi Ramës, janë kundër këtij që po formson epokën e re. Siç duket urat me Trumpin janë ndjekur. Atëherë zgjidhja e tyre për caktim është urat me Bashkimin Evropian. Treshtohet në frontin e BE-s. Në frontin e asaj agjende globaliste, majtiste, e cila është faktikisht anti-njeri. Ato që po shohim në zhvillimet edhe në Shqipëri janë eksaktësisht kjo gjë. Është eksaktësisht kjo punë. Domethënë propaganda e madhe për jo njeriu, për asistent të inteligjencës artificiale, për diellën, për hënën, për këto budalliqet e tjera, më forcojnë këtë ide. Pikpamje personale është, mos ma merrni seriozisht, se bëjmë dhe shaka këtu. Iqe, Angji, edhe vazhdojmë me gjëra tjera. Malajzi. Tajlanda dhe Kambodgja nënshkruan marrëveshjen arpushimi në praninë të Trump. Ja, ky është Donald Trump.
Ky është Donald Trump. Pra, personi që ka ardhur në pushtet në emër të paqes. Iku nga pushteti me një Bibël në dorë dhe u kthye në pushtet në emër të paqes. Vendosi paqe në Indinë e Mesme, vajti këtu Tajland, Kambodgja, vendosi paqe. Edhe një tjetër luftë që filloi po andej tutje nga Azia e mbylli. Dhe ky është Donald Trump. Kjo është agenda konservatore dhe vazhdon agenda tjetër luftë nxitse, ajo që vazhdon i thotë edhe Zelenskit, jepi ti luftoj Putinin, luftoj Maskarajin, se duam luftë. Sa më shumë luftë, aq më përpara agenda. E do të kthehemi tek hallet tona. Si thua Anxhi, vazhdojmë me hallet e Shqipërisë. Kemi ardhur në diella do të asistojnë deputetët. Shikoni çik. Shikoni këtë mrekulli. Diella do të prodhoj 83 diella të tjera. Pra, vetëm për pushtetin, jo për opozitën. Pra, deputetët tanë, sikur mos u mjaftonte inteligjenca atyre natyrale, do të kenë asistencë nga inteligjenca artificiale, që faktikisht është produkt mbesat e Edi Ramës, se vete pranoj që diella e madhe është produkti i tij. Diellat e vockla do të jenë mbesat. E faktikisht shqiptarët nuk kanë zgjedhur inteligjencë artificiale, as krijesa virtuale. Kanë zgjedhur njerëz të gjallë. Në atë katastrofë, në atë skandal që kanë qenë zgjedhjet në Shqipëri, që certifikonte OSBE Odiri, gjithsesi kanë zgjedhur njerëz që janë me mishë me gjak, të cilat ky personi këtu kërkon para të gjithëve në laboratorin që quhet Shqipëri, të bëjë eksperimentin që le të fusim inteligjencën artificiale. Që çfarë do bëjnë deputetët e shkret, se kështu ja ka thënë asistenti i deputetëve. Apo jo, Anxhi? Një tjetër të lutem. Bardhi OSBE Odir certifikoi 11 majnë si fars. Atëherë kjo më pëlqen, po shumë më pëlqen. Shikoni këtu. E kemi thënë atë teorinë e këmbanave. E pyeti Napoloni i Gjorë. Tha, ore, pse s'ran këmbanat kur erdha unë? Tha, për 99 arsye. E para s'kishte këmbana. Tani po diskutohet zgjedhje në 6 bashki. Mrekulli. Po si do bëhen zgjedhje kur OSBE, natyrisht e ka thënë po doja e para, pranon që janë fars. Edhe sikur të ketë ndryshuar një gjë e madhe në këto 6 muaj, pra të ketë patur një zhvillim brenda forcave politike, a ku di unë. Në fund fare, mbetet farsa. Edhe sikur të fitoj Partia Demokratike, edhe sikur të fitoj Opozita e Bashkuar, do t'ja marrë Edi Rama. Si po hym në këto zgjedhje? Kush ka një përgjigje? Pak publicitet edhe kthehemi.